Lajmi i nisjes së një sulmi të Izraelit dhe SBA-s kundër Iranit ka vënë në alarm për faqësitë e huaja diplomatike në shtetin hebre për fshirat shqiptare. Ministria e Jashtme bëri thirrje qytetarëve shqiptar që ndodhen në Izrael të tregojnë kujdes të shtuar, të ndjekin me vëmendje njoftimet zyrtare dhe të respektojnë udhëzimet e sigurisë autoriteteve vendore. Ministria dhe ambasada shqiptare në Tel Aviv po i ndjekin nga afër zhvillimet, theksohet në njoftim, ku sqarohet po ashtu se ambasada është në dispozicion të plotë të qytetarëve tanë në Izrael dhe është në komunikim të vazhdueshëm me autoritetet atje. Kanadaja ka vendosur sa kaq të transferoj përkohësisht një pjesë të personelit të saj diplomatik që ndodhet në Tel Aviv me arsyetimin e tensionimit të ndjeshëm të situatës në lindjen e mesme. Teksa antarët e personelit kanadez dhe familjarët e tyre në Liban nuk do të lëvizin, kanadezëve në Iran i bëhet thirrje të largohen tani nga vendi nëse është e mundur ta bëjnë këtë në mënyrë të sigurt. Mbretëria e Bashkuar njoftoi se ka tërhequr përkohësisht personelin diplomatik nga ambasada e saj në Teheran. Pekini po ashtu i ka këshilluar qytetarët kinez që ndodhen aktualisht në Republikën Islamike të forcojnë masat e sigurisë dhe të evakuohen sa më shpejt që të jetë mundur. Këtë e bëri të ditur Ministria e Jashtme kineze, duke përmendur një rritje të konsiderueshme të rrezikut, pasi vendi tashmë është i ekspozuar ndaj sulmeve nga ana e SBA-s. Sa kaq ambasada e Shteteve të Bashkuara në Katar e ka urdhëruar stafin e saj të qëndrojë në vend edhe të gjejë stre aty ku ndodhen pas sulmit parandalues të Izraelit ndaj Iranit. Ajo gjithashtu i ka këshilluar qytetarët amerikanë në Katar të mbajnë furnizime me ushqime, ujë, ilaçe dhe sende të tjera të nevojshme deri në një njoftim të ri.